Kurthi për mushkonja In2Care është një mjet i ri dhe i padëmshëm për parandalimin e mushkonjave. Përbëhet nga ena ujit dhe komponentët e plastikës së qëndrueshme. Kurthi vendoset për jashta, në tokë, në hije. Për montimin e kurthit, klikoni në dy komponentët të ndërlidhës, duke i shtypur ata fort në pjesën e epërme të njëra tjetrës. Shtoni 3 litra ujë në kurth. Hapeni qepin e rimbushjes dhe vendoseni gazën me pluhur në notues. Përdorni 3 gjilpërat, karficat për ta vendosur gazën. Vendoseni notuesin me kujdes në sipërfaqen e ujit. Ky komponent do të lëviz lart e poshtë me ndryshimin e nivelit të ujit. Shtojeni pluhurin dhe tabletën aromatike nëpërmjet qepit në ujin e kurthit. Mbylleni kapakun e kurthit duke e rrotulluar në drejtim të orës në tubin qendror. Kurthi In2Care është për mushkonjat të cilat janë gati ti lëshojnë vezët e tyre. Aroma joshëse i tërheq mushkonjat Aedes, të cilat mund të transmetojnë virusin dengue dhe chikungunya. Të joshur nga uji me aromë, mushkonja futet në kurth dhe kërkon një vend për të vendosur pranë sipërfaqes së ujit. Gaza në notues është një lokacion ideal për zbritjen e insektit. Ajo e përdor gazën për pushim derisa i lëshon vezët në ujë. Pa e ditur, ajo e kontaminon ujin me grimca të gazës. Këto grimca janë mbartur në lëkurën e saj, kur e ka prekur ujin me këmbët edhe trupin e saj. Gaza e ka një shtresë speciale që përdor polaritetin për të lidhur pluhrat që i mbysin mushkonjat. Trupi kontaminohet me 2 mjete kimike të ndryshme, njëri që e mbyt ngadalë mushkonjën dhe tjetri që e mbyt larvën e saj. Pas disa ditësh, vezët e lëshuara në kurth bëhen larva. Këto larva lëshojnë erë e cila e shton tërheqshmërinë e kurthit. Më shumë larva do të tërheqin më shumë mushkonja, të cilat do t'i lëshojnë vezët në kurth dhe e shtojnë efikasitetin e tij. Larvicidi në ujë i mbyt larvat në fazën e fundit të zhvillimit, kur bëhen pupa. Pupat e ngordhura bien në fund dhe hahen nga larvat më të reja. Kështu kurthi përmban mushkonja të vogla të gjalla, por i mbyt ato mu para se të rriten dhe të thumbojnë. Pas lëshimit të grumbullit të vezëve, mushkonja tashmë e kontaminuar fluturon dhe del nga kurthi. Ajo shkon dhe kërkon një lokacion tjetër për të lëshuar më shumë vezë. Uji i shiut në një gomë të vjetër veture ofron një vend të mirë për të shtuar. Kur ajo e kontakton ujin, larvicidi në këmbët e saj tretet dhe kontaminon vendin e shtimit. Ky cikël përsëritet kur mushkonja vazhdon të kërkojë vende të tjera për lëshimin e vezëve të saj. Me çdo ndalim, ajo e kontaminon ujin me larvicid. Edhe sasitë shumë të vogla që barten mund t'i mbysin të gjitha larvat në mënyrë efikase. Në këtë mënyrë, ajo mbyt të vegjëlit e saj, si dhe të vegjëlit e mushkonjave të tjera që e përdorin të njëjtin vend për t'u shtuar. Me këtë teknikë e parandalojmë shtimin e mushkonjave në dhe rreth kurthit, edhe në vendet që mund të jenë të vogla dhe vështirë të gjenden nga personeli parandalues. Një kurth në mënyrë efektive e mbulon një hapësirë prej 400 metrave katror. Larvicidi nuk është i vetmi mjet bioaktiv në kurth. Agjenti i dytë shkatrues është kërpudha. Sporet e tij kapen për lëkurën e mushkonjës pas kontaktit me gazën. Pasi që të kapen, sporet e kërpudhës ngadalë fillojnë të bijnë. Ato i përdorin filizat për të depërtuar në lëkurë. Pasi që të futet në mushkonjë, kërpudha prodhon blastospore që sekretojnë toksine. Ky infektim e bën mushkonjën më pak aktive dhe redukton dëshirën e saj për t'i thumbuar njerëzit. Gjithashtu e pengon zhvillimin e virusit dengue në zorrën e mushkonjës. Prandaj, një mushkonjë e infektuar mund t'i përhap larvicidet rreth kurthit, por nuk mund të bartë sëmundje. Pas disa ditësh, mushkonja i nënshtrohet infektimit të kërpudhës dhe ngordh.